Specialistët e sektorit për hetimin e narkotikëve referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për një 17 vjeçar, pasi gjatë kontrollit fizik, shërbimet e policisë gjetën një sasi lëndë të dyshuar narkotike kanabis, e cila u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasit. RL, 45 vjeç, banues në fshatin Shtojëri, pasi u kap duke drejtuar motomjetin pa leje drejtimi. SB, 19 vjeç, banues në Shkodër, pasi u kap duke drejtuar automjetin pa leje drejtimi. Specialistët për hetimet e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër referuan materiale në prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin. FK, 64 vjeç, pasi ka kryer punime ndërtimi pa leje. Gjithashtu, specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër referuan materiale në prokurori, pasi dje në lagjen Guerrile, shtetasi IK, 53 vjeç, ka humbur jetën në banesë, dyshohet për shkaqe natyrale. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Malësie Madhe referuan materiale në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin LM, 33 vjeç, pasi nga kontrollet e kryera në bashkëpunim me shërbimet e OSHE në banesën e tij u konstatua lidhje paligjshme me energjisë elektrike. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Vaudeos referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin AM, 60 vjeç, pasi nga kontrollet e kryera në bashkëpunim me shërbimet OSHE në banesën e tij u konstatua ndërhyrje në matësinë e energjisë elektrike. Materialet procedurale u referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.